kemi shpallur, edhe kemi dëshirë, që të diskutojmë bashkë me ju një temë të lirë, Shumë e bukur. një temë e këndshme të ta quaja, ku i themi, do duam që të shpallim temën e ditës sot me një fjali që do të ta dëgjoje nga dikush sot. Sepse nga njerë nuk na mungojnë këshillat jetësore, as zgjidhjet, apo jo Valbana. Na mungon një fjali e thjeshtë, e thënë në kohën e duhur dhe në momentin e duhur. Një fjali që të mos të nuk mund të ta rregullon jetën ajo, por mund të ta bën pak më të durueshme, më të themi, ja. Një fjali që s'ta zgjidh ndonjëherë dhimbjen, por ta pranon ato, mund të themi kështu, ha? Unë të doja që sot nuk po kërkojmë ndonjë histori, domethënë mos ndani Histori shumë të histori. mëdhaja, Mos të kështu ndani diçka. dhe anonimet mund t'i lexojmë mirë, po kërkojmë një fjali dritëror që ndoshta për një kohë të gjatë nuk e kemi dëgjuar, mirë po do të na shëronte diçka brenda nesh. Vetëm Diçka se ta dëgjojmë. që na mungon sot, ëh? Sot na mungon. Nga dikush ndoshta që e prisnim, ose nga dikush më që nuk jeton, ka shumë fjalë dhe shumë Që na mungojnë. Pra sot miq pejzë që dashur, na mbesin. sot Ti do dëgjojmë. duam që të ndaj me ju një fjali që do të dëshironi të gjithë ta dëgjonit sot. Mund të na shkruani dhe ne do t'i lexojmë gjitha këta kujtimet, fjali